Fjala e lirë, Frank Shkreli, gazetari i dy epokave për një epokë. Prania dhe shkrimet e Frank Shkrelit në mediat shqiptare, brenda dhe jashtë vendit, dëshmojnë se gazetaria e tij nuk ka qenë kurrë rastësi, formuar në një realitet ku fjala kishte pasojë, ai kuptohet të erë se liria nuk është dhuratë, por përgjegjësi. Në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në redakcinë e Zërit të Amerikës, Shkreli nuk u mjaftuan me raportimin e lajmit, ai kërkoi të jepte kuptim, duke bërë për shumë shqiptar një dritare drejt funksionit në shoqëri të lirë. Dhe pas daljes në pension, ai nuk u tërhoq nga fjala publike, përkundrazi vazhdoi përmes publicistikës së pavarur me artikuj që lexohen gjërësisht që kanë një tipar të përpashkët, u shërbejnë lexuesve jo panëve. Ai kritikon kur duhet, vlerëson kur është e merituar dhe refuzon kompromisin dhe mediokritetin. Këto ide janë përmbledhur në vëllimet Demokracia nuk pret, ku theksohet se demokracia nuk është ritual zgjedhor, por proces i përditshëm që kërkon vëmendje, guxim dhe përgjegjësi qytetare. Shkreli shkruan për politikën, media, diasporën dhe moralin publik, duke vendosur një njeriu në rolin e tij në mbrojtjen e lirisë në qendër. Ajo që dallon është qartësia e arsyetimit dhe toni qytetar. Ai nuk synon të fitoj debate, por të nxjisë reflektim, parajmëron pa humbur shpresën dhe beson se shqiptarët meritojnë më shumë nëse marrin përgjegjësi. Në një kohë kur gazetaria shpesh ngatrohet me propagandën, Frank Shkreli mbetet shembull i gazetarit si rojtar i të vërtetës publike. Mesazhi i tij është thjesht dhe thelbësor, ndryshimi është i mundur, por vetëm nëse nuk presim që ta bëjnë të tjerët. Mbi të tri vëllimet Demokracia nuk pret, nuk janë thjesht libra, por janë kujtesë se liria kërkon përdit angazhim. Përmes analizave të tij, Frank Shkreli na tregon se demokracia nuk funksionon pa qytetarët aktiv, pa media të përgjegjshme dhe pa moral publik.